Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Presheva. Në vazhdim ju njohim me ngjarjet dhe zhvillimet më kryesore të ditës. Presheva do të merr frymë më lehtë, ndërmarrja publike Moravica po mbjell 700 fidane në rrugët e qytetit. Fondi humanitar bën shpërndarjen e bursave për 279 student nga Presheva. Dačić shanse më të mëdha të bëhet kryeministër i Serbisë. Edicionin e lajmeve po e fillojmë me ngjarjet dhe zhvillimet më të reja nga vendi. Qyteti i Preshevës në të gjitha anët ishte i betonizuar, ndërsa edhe atë pak fidane po shkatroheshin çdo ditë. Duke ditur rëndësinë e ruajtjes së ambientit, por edhe pamjes që ofrojnë një vend i gjelbruar, ndërmarrja publike Moravica ka filluar mbjelljen e 700 fidaneve të llojit bli. Hollësi të tjera ju sjell gazetari Hasan Hasani. Qyteti i Preshevës në gjitha anët ishte betonizuar, ndërsa edhe atë pak fidane po shkatroheshin çdo ditë. Duke ditur rëndësinë e ruajtjes së ambientit, por edhe pamjes që ofron një vend i gjelbruar, ndërmarrja publike Moravica ka filluar mbjelljen e 700 fidaneve të llojit bli. Ne jemi dëshmitarë se qyteti i Preshevës është një ndër qytetet e vetme që ka një gjelbrim shumë të paktë, për mos thonë që s'ka fare. Kështu që ne, në kuadër të kompetencave tona, si ndërmarrje publike Moravica, kemi vendosur që të mbjellim fidane. Planifikojmë që parafërsisht të mbjellim 700 fidane. Këto janë disa llogaritë që ne i kemi bërë. Deri tash kemi arritur në numrin 350 ose pak më tepër. Kështu që ne mendojmë se me gjelbrimin e qytetit do të jetë më mirë për gjithë. Sipas drejtorit të këtij institucioni, Gazmend Aliu, fidane do të mbjellen në gjitha rrugët e qytetit, por edhe në ato rrugë ku banorët e shohin të arsyeshme gjelbrimin e hapësirave publike. Në çdo vend, çdo lagje ku mund të mbjellet një fidan, ne do ta mbjellim. Me këtë rast kisha me apelu te gjithë banorët ose gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që të na ndihmojnë këtë aspekt edhe në identifikimin e vendeve ku mund të mbjellen fidanet. Kështu që mund të kontaktojnë ndërmarrjen publike Moravica, të na tregojnë vendin, ne do t'ju dalim për krahje. Ndërkaq këtë aksion po mbështesin edhe zyra për të rinj në Preshev. Përfaqësuesi i kësaj zyre, Lart Ajrullau, ka thënë se shumë aktivist nga dita e parë janë angazhuar në këtë aksion, i cili do të karakterizohet edhe me ditën botërore të planetit, ku Preshevën do ta gjejë me një pamje ndryshe. Po ne me të marrë lajmin që Moravica ka filluar me mbjell fidane, ne vullnetarisht e kemi përkrahasi zyre për të ri. Gjithashtu kemi bërë thirrje për aktivistë vullnetarë të cilët kanë më na ndihmu sa më shumë që me mbjell këto blina, sepse ndikojnë në ruajtjen e ambientit. Gjithashtu edhe që 22 prillit, dita e planetit Tokë, na gjej me mbi 700 fidane të mbjellura në qytet, gjithë cilën bëhet në gjithë qytetet e botës, tani për herë parë po fillon edhe tek ne. Mbështetje konkrete kemi nga zyra e Trive, cilët i faleminderojmë, po sa kanë marrë lajmin, ata janë lajmëruar vullnetarisht që ta ndihmojnë ndërmarrjen Moravica, sepse të rinjt mendojnë se duke ndihmuar Moravicën në mënyrë indirekte do ta ndihmojnë vetveten. Sigurisht se kemi edhe një përkrahje politike nga pushteti lokal, kështu që përkrahja nuk mungon, kurse barsi i aktiviteteve është ndërmarrja Moravica. Drejtori i Moravicës ka bërë apel tek të gjithë qytetarët që të jenë pjesë e këtij aksioni, që ka për qëllim ruajtjen e ambientit, në mënyrë që ata të kujdesen sadopak për fidanet, që mos të vijë deri tek dëmtimi. Përgjithësi qytetarët e kanë përkrahur këtë iniciativë të Moravicës. Gjithmonë ka qytetarë që nuk e ndajnë mendimin e njëjtë me neve. Është mirë që të kemi edhe njerëz që nuk e ndajnë atë mendim. Ne apelojmë të gjithë, sidomos të njerëzit që jetojnë rrugës ose përskaj rrugës, që të kujdesen që këto fidane të mos dëmtohen spari, do të ishte edhe më mirë nëse na ndihmojnë edhe në mirëmbajtjen e këtyre, siç është ujitja apo gjëra të tjera. Për herë të parë në vendin ton, dita e tokës 22 prilli do të shënohet me një vepër vetëdijsimi, ku ka për synim të nxjisë ndërgjegjësimin dhe vlerësimin e mjedisit natyror të tokës nga faktori njeri. Megjithatë, mbetemi me shpresë se qytetarët do të dëshmojnë për kujdesin ndaj ambientit, duke përçuar mesazhe se Presheva duhet të jetë vend i gjelbruar, gjithnjë me përgjigjen se bëhet fjalë për ruajtjen e shëndetit të gjithëve. Kalojmë në informacionet të tjera. Pas shpalljes së konkursit për ndarjen e bursave për studentët e komunës së Preshevës,
kishin aplikuar gjithsej 326 student, ndërsa të drejtë përfitimit të kësaj mundësie nga ky institucion humanitar për bursat, kushtet i plotësuan gjithsej 279 student, ka deklaruar kështu sekretari i Fondit Humanitar në Preshev, Ruhan Kamberi. Studentët të cilët kanë aplikuar për bursa studentore në Fondin Humanitar në Preshev, shpërndarja atyre ka filluar nga dita e sotme. Sipas sekretarit të këtij fondi, Ruhan Kamberi, interesim për bursa kanë shprehur gjithsej 326 student nga komuna e Preshevës, ndërsa kriteriumet i kanë plotësuar gjithsej 279 student. Përparësi për ndarjen e studentëve kanë pasur gjithë studentët të cilët studiojnë në universitetet shtetërore në vitin e dytë, tretë dhe të katërt. Po ashtu, përparësi për të drejtën e bursave, kanë pasur studentët të cilët janë pa njërin ose të dy prindërit, dhe ata student me kushte të vështira ekonomike, ka cituar veçtjerash zoti Kamberi. Po me konkursin që kemi pas të deri me 31 janar të vitit 2017, numri i aplikuesve apo kërkuesve të bursës së studentëve ka qenë dikon 326 studentë. Nga numri i këtyre kam përfituar 279 studentë. Mirë po, me drejt aplikimi, kam pas studentët që janë vitin e 2, 3 dhe vitin e 4. Studentët të cilët janë pa prind, pa njërin ose pa dy prindet, ata janë përfitues të bursës. Ndërsa viti i parë, janë të refuzuar ashtu dhe ka qenë në konkursin e paraqitur në datat e mëhershme. Për përfitimin e bursës, kanë prioritet studentët të cilët kanë qenë në konkurs. Studentët që janë pa të dy prind, pa njërin dhe student me kushte të vështira ekonomike. Ndërsa ata që në kanë përfituar nga kjo bursë, janë studentët të cilët janë afër, që studiojnë afër, do të Preshev, në Bujanoc, në Gjelan dhe Kumanov, edhe në disa universitete private. Ndërkaq, sa i përket çështjes nëse nga një familje kanë aplikuar 2 e më shumë student, sekretari në fjalë ka theksuar. Po, ka pas edhe raste të tilla, prej 3 studentëve kanë marrë 2, ose 2-ve dikon 1, varësisht situatës apo studentët të cilët kanë pas prind të punësuar, vlerët të cilët ka kaluar pagën mbi 50.000 dinar, edhe ata studentë janë të refuzuar. Çështja e pagesës ka filluar prej sot, do të thotë me 5/04/2017, do të kryhet derisa të shpërndajmë të gjitha mjetët për studentë. Mundësisht në të lajmërojnë studentët ose prindërit e tyre. Vlen theksohet se bursat studentore të cilët kanë fituar këtë mundësi studentët nga Fondi Humanitar u shpërndahet vetëm një herë brenda vitit. Ndërkaq konkurrencë e madhe ndërmjet kandidatëve potencial për të zënë vendin e kryeministrit të Serbisë pas largimit të Aleksandar Vučićit. Presidenti i ri i Serbisë, Vučić, ka paralajmëruar se qeveria e re do të formohet për 2 muaj dhe shanse më të mëdha për karikën e kryeministrit momentalisht e ka Ivica Dačić. Konkurrencë e madhe ndërmjet kandidatëve potencial për të zënë vendin e kryeministrit të Serbisë pas largimit të Aleksandar Vučić. Presidenti i Serbisë Vučić ka paralajmëruar se qeveria e re do të formohet për 2 muaj dhe shanse më të mëdha për karikën e kryeministrit momentalisht ka Ivica Dačić. Mundësit të tjera për të zbutur presionin partijak që vendi më rëndësishëm të jepet një partije tjetër. Vučić ka rishikuar mundësin që të kandidoj një kandidat ekspert jo partijak, ndërta përmendet edhe ministresha e qeverisës lokale, Ana Brnabić. Mediat gjermane kanë dhënë alarmin se Ballkani ndodhet në rrezik dhe se perspektiva e antarësimit në Bashkinë Evropiane ende mbetet prioritet. Portali Gjerman Stuttgarter D, i cili thot se Bashkia Evropiane nuk është as pak i përkushtuar në këtë pjesë të Evropës, sipas tij është duke gabuar ashtu si Bosnia e Kroacia. Gabimet e Bashkisë Evropiane mund t'i kushtojnë rënd, ku më pas mund të ndërhyjë Rusia duke shfrytzuar dobësimin e shteteve dhe krizat politike. Gazeta shkruan edhe për zgjedhjet presidenciale në Serbi, ku thot se Aleksandar Vučić me triumfimin në zgjedhje filloi karrierën e tij si një lolo luftë-nxitës siç ishte Slobodan Miloševići. Edhe rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Serbi gjatë fundjavës tregon se BE-ja nuk vepron.
Fituesi i zgjedhjeve, Aleksandar Vučić filloi karrierën e tij si Lolo luftnëzitës. Nga paraqitja e tij në vitin 2008, ai është shtetas konservator që ka destabilizuar vendin si kryeministër në aspektin e politikës ashtu edhe atë të ekonomisë. Edhe pse i flirton me Rusinë, fitoi zgjedhjet kryesisht për shkak se i ka zhvilluar lidhje të ngushta me BE-n dhe Gjermaninë, shkruan gazeta. Një luftë e re nuk është e pamundur. Nëse perspektiva për luftrat e përgjithshme të BE-s janë të papranueshme, atëherë këto vende do të jenë të përjashtuara si Bosnia Maqedonia, ose ajo mes serbëve dhe kosovarëve duhet trajtuar me vendosmëri dhe të vazhdojnë negociatat serioze dhe me vendosshmëri. Aktualisht, ajo që po bën BE-ja është mungesa e angazhimit problemeve në rajon, nga kjo mund të rrjedhin goditje të mëdha, duke nxitur edhe luftë, shkruan gazeta gjermane. Edicionin e lajmeve vazhdojmë me blokun e informacioneve nga rajoni. Lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në një bisedë telefonike për gazetën Ekspres ka folur për procesin e nesërm gjyqësor ndaj tij në Kolmar të Francës. Lideri i AK-s thotë se as nesër kjo gjykatë mund të mos marrë vendim për lirimin e tij, por ai porosit mbështetësit që të jenë të qetë, meqense e drejta është plotësisht në anën e tij. Ish kryeministri i Kosovës, një herësh lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, do të përballet nesër për tretën herë radhazi me gjykatën franceze në Kolmar në akuzat për krime lufte. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë me arsyetimin se diskutimi në seancën konstituive nuk sjell asnjë fryt sot kalëshuar përkohësisht punën e Kuvendit të Maqedonisë. Nëse do të punohej sipas rregullores Kuvendit, do të kufizohet fjalimi i më shumë se 90% të fjalimeve të deputetëve dhe do të ishte harxhuar diskutimi e do të kishim zgjedhur krizën, do të kishim zgjedhur kryetar të Kuvendit dhe do të kishim votuar qeverinë e re, ka thënë Aleksandar Kirachovski, deputet i LSDM-s. U përgjigj edhe kryesuesi i Kuvendit Trajko Veljanovski, i cili tha se nuk ka të drejtë të ndalojë fjalimet e deputetëve. Nga kjo pjesë e madhe e deputetëve kanë lëshuar sallën dhe kanë thënë se do të kthehen kur do ndalohet uzurpimi. Në seancë mbeten deputetët Zoran Zaev, Oliver Spasovski dhe Frosina Remens. Ambasadorja gjermane në Shqipëri, Susan Schutz, si ka bërë thirrje opozitës që të hyjnë zgjedhje dhe të marrin vendime për reformë. Rregullat i përcakton kushtetuta dhe ajo duhet respektuar, ka thënë Schutz nga Vlora. Subjektet politike vendosin vetëm mbi bazën e kushtetutës, shtoi Schutz. Të shohim se çfarë moti kanë parashikuar sinoptikët për ditën e nesërme. Parandarjes ju rikujtojmë edhe njërë tema që ndoqët gjatë këtij edicioni të lajmeve. Presheva do të merë frymë më letë, ndërmarrja publike Moravica po mbjell 700 fidane në rrugët e qytetit. Fondi humanitar bën shpërndarjen e bursave për 279 student nga Presheva. Dačić shanse më të mëdha të bëhet kryeministër i Serbisë. Teleshikues të nderuar, ishin këto gjitha informacione që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, takohemi sërish në orën 22. Deri atëherë, mirëmbëqit.